Bashkëshortja e Shpat Kasapit Selvie Jao ka kujtuar bashkëshortin e saj duke thënë se ai e ka mbështetur, respektuar dhe dashur. Ajo tha disa fjalë edhe për Roelin derisa u shpreh se nuk e di se kush do t'ia tregoj se nuk e ka më babain gjallë. Një njeri që mua si Selvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur, mbi të gjitha më ka falur një djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjet e gjysmë dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka më babain e tij, dhe unë nuk e di se si do të rritet me këtë dhe nuk e di se kush do t'ia tregoj, por e di që ai është shumë krenar me babain e vet, e ka dashur shumë Shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me të gjitha të mirat, tha ajo. Selvie Jao, bashkëshortja e këngëtarit Shpat Kasapi, i cili ndëroi jetë papritur si pasojë e një ataku në zemër, ndan dhimbjen e saj për humbjen e tij. Edhe pse dyshja po kalonin një periudhë ndarjeje, Selvia zbulon se këngëtari ndëroi jetë në krahët e saj. Në një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo tregon për vuajtjen, lodhjen dhe boshllëkun që la Shpati në jetën e familjes. Ndërove jetë në krahët e mi o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që ta çonim tek logopedët më të mirë, sa kemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di, sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit, nuk e prisja të dëgjoja Roelin duke të thirrur babi, nuk e prisje ti Shpat, nxitove dhe na le vetëm pa ty. E le Roelin jetim o Shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, kur duart e tua duheshin më shumë se kurrë, si t'ia shpjegoj Roelit që babi nuk është më. Më thoje gjithmonë se do më doje derisa vdekja të na ndante, por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma preve zemrën kështu o jetë? Inshallah të takohemi në xhenet. Allahu të deshi pran vetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të kem këtu për ne, shkruan ajo. Pas një sulmi në zemër, këtë të mërkur, herët në mëngjes, ka ndëruar jetë këngëtari i njohur i muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbjetuar atakut kardiak, si që raportojnë mediat në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë raportohet se Shpat Kasapi nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje tjetër. Ai ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u rrit në një familje me traditë muzikore që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpat Kasapi u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si AMDO, Valle Kosovare, Dashni pa limit apo Aroma e saj e shumë të tjera. Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore dhe estradës shqiptare.